Mirëmëngjes të gjithëve. Kudo që të na ndiqni. Dëshiroj që përshëndetja jonë të shkojë tek të gjithë ata që Shkodrën e kanë si magnet të zemrës së tyre, por jo vetëm. Sot do të qëndrojmë në një nga simbolet më të rëndësishme të kombëtarëve tonë, siç është gjuha. Një tregues I identitetit, një tregues I të qenit shqiptar, një tregues I lëvrimit të saj. Natyrisht, gjuha e shqipe, gjuha e nanës, gjuha e shkollës, gjuha që lëvrohet nga shkrimtar, edhe I që na jep një komunikim shumë të amël dhe të bukur, është shumë e rëndësishme që të flitet dhe të shkruhet drejt. Jo më kot, një projekt I fundëm, së fundmi, ka motivuar një numër të madh nxënësish, shkollash, mësuesish, për të marrë pjesë në një konkurs që do ta quaj me një emër shumë të spikatur, Gjuha jonë. Një numër I madh shkollash në zonën tonë, në Shkodër, ishin pjesëmarrëse në fazën e parë të këtij konkurimi, I cili patjetër do të ketë edhe faza të tjera përzgjedhëse deri në finalen e tij. Por sa I motivuar ishte pikërisht ideja për të qenë në këtë konkurs, cilat ishin karakteristikat e tij. Unë sot në studion Mirëmëngjes Shkodër jam së bashku me zonjën Brisela Kadia, drejtore e zyrës vendore të arsimit parauniversitar në Shkodër. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. S'pari është shumë kënaqësi me fillu mëngjesin me ju, me zërin tuaj kaq të ëmbël që na lidh me shumë çka nga fëmijëria jon, dhe tjetra është shumë kënaqësi me fillu në studiot e Radio Shkodrës dhe RTS Shkodrës. Vlerësimi ndërsjellë. Por dua t'ju uroj, sepse ne nuk jemi takuar pas marrjes së detyrës suaj në kryet e zyrës vendore të arsimit parauniversitar. Ju shkoft mbar dhe projekte dhe gjëra interesante dhe të bukura. Shumë faleminderit, e vlerësoj shumë. Nuk mund të rri pa përmendur një nga faktet që më ka bërë shumë përshtypje dje. Ishte 555 vjetori I vdekjes së heroit ton kombëtar, Skënderbeu. Më ka emocionuar personalisht, por jo vetëm. Unë besoj se përcjell një opinion që ka ndjekur natyrisht këtë ngjarje nëpërmjet përçimit nga shkolla të ndryshme të figurës, respektit dhe mirënjohjes ndaj një figure të tillë. Video që nuk kanë si të mos emocionojnë me realizimin e himnit kombëtar, por që tregon një gjithë përfshirje. Në fakt ishte një nisëm e Ministrisë së Arsimit, e cila donte që në 555 vjetorin e ikjes së heroit ton kombëtar Skënderbeut të sillte në vëmendje këndimin e himnit kombëtar nga të gjitha shkollat e Republikës së Shqipërisë. Ishte një angazhim të cilin t'ju përgjigjen direkt shkollat e qytetit të Shkodrës, të bashkisë Shkodër, po them, se jo vetëm të qytetit, se kemi shkolla edhe në njësi administrative. Dhe nga sa kemi komunikuar pastaj vazhdimisht me ministrinë, ishte e pamundur përfshirja gjithë këtyre shkollave dhe me paraqitja angazhimit që gjitha këto shkolla kishin bërë, sepse minutazhi s'pari ishte shumë I reduktuar, ajo videoja e përgjithshme që kishin përgatit në ministri, dhe nuk paraqiste atë shumë çka ishte realizuar. Atëherë ne vendosëm që secila nga shkollat të prezantonte në faqen e tyre zyrtare të Facebookut atë çka kishin realizuar për ditën e djeshme. Po. Për hir të së vërtetës është shumë emocionuese, është shumë motivues angazhimi I të dy palëve, mësuese dhe nxënës, dhe
jo vetëm Shkodra, po përgjithsisht Shkodra ka mësues dhe nxënës shumë të mirë që din me përçu siç duhet emocionin dhe vlerën që duhen me transmetu. Në fakt, unë i qëndroj një mendimi që e kam personal, por besoj nuk është vetëm personal. Të motivosh punën edhe të frymëzosh njerëzit është një meritë e madhe. Për ndryshe, treguesit e konkursit Gjuha Jon nuk do të kishte një përfshirje të madhe, pjesëmarrje, motivim, emocion. Në fakt, çfarë është ky konkurs? E thot shumë çka në titullin Gjuha Jon, por unë të desha të dija disa detaje që natyrisht janë edhe interesante, sepse të shkruarit dhe të folurit e gjuhës shqipe janë një nga gjërat themelore të qenit shqiptar. Në fakt është një konkurs kombëtar që filloi me një realizim në nivel lokal, pastaj do kaloj në nivel rajonal dhe pastaj në një përfaqësim në nivel kombëtar të shkollave më të mira që do dalin nga secila nga këto faza. Qëllimi kryesor i realizimit të këtij konkursi ishte së pari të transmetuarit vlerave që ka gjuha shqipe dhe të njohurit dhe të diturit që gjuha shqipe është një mjet shumë i rëndësishëm komunikimi. Identifikues. Absolutisht. Ashtu sikurse edhe njohja me letërsinë dhe me letërsinë shqipe dhe letërsinë e huaj, por njëkohësisht edhe me autorët respektiv, që përfshin të dy llojet e letërsive shqipe dhe të huaj në periudha të ndryshme. Pastaj sigurisht ka lidhje me të kuptuarit, të shkruarit, të debatuarit, nxitjen e debatit ndërmjet skuadrave konkurruese, mendimit kritik që është shumë thelbësor dhe i rëndësishëm për të formuar karakterin e individit. Dhe besoj se në fakt në këtë fazë të parë që po vazhdon dhe po mbyllet tashmë, kemi arrit të identifikojmë nxënës shumë të mirë. Të gjithë konkurrentët kanë qenë shumë të mirë, secili është paraqitur në formën e tyre, ka paraqit projektin, interpretimin, debatin, diskutimin që kanë krijuar në një formë tërësisht individuale, që përfaqëson sigurisht edhe individin, por njëkohësisht edhe shkollën, sepse secili tashmë lufton jo vetëm për vete, por lufton për të nxjerrë më të mirën e shkollës së vet. Kena nxënës shumë të mirë, nxënës që kanë kreativitet dhe kanë domosdoshmëri për të dalë nga konturet e të zakonshmes. Dhe duhet me patjetër që ne të gjejmë forma, siç ishte rasti i këtij konkursit për rastin e gjuhës dhe letërsisë, që t'i motivojmë, që t'i nxjerrim nga këto konture të zakonshme dhe këto të dalin nga ajo mësimdhënia dhe mësimnxënia e zakonshme, ku kemi një mësues që flet dhe një klasë që dëgjon. Duhet ketë një mësues që flet dhe diskuton me gjithë klasën për çështjen e re, për një çështje të caktuar, që mendon se klasa duhet ta trajtojë në atë temë mësimore, jo detyrimisht i përmbahet tekstit, sepse tashmë mjetet e shumta të komunikimit, teknologjia, burimet e informacionit që ky brez ka e bën të pamundur mësimdhënien edhe mësimnxënien tradicionale. Për të kthyer edhe një herë te konkursi, ishte një fazë e parë ku morën pjesë 50 shkolla, publike dhe jo publike. Ishte në fakt iniciative jone që të mos linim pa përfshi asnjë nga shkollat e Shkodrës, qofshin to publike, qofshin jo publike. Janë zhvilluar paralelisht në 5 ditë intensive, konkurim mes 5 shkollave, 10 shkollave në ditë, pra 5 në një sallë dhe 5 në një sallë tjetër. Aktualisht ne kemi mërrit tek faza ku kemi 5 shkolla fituese, të cilat sot do të konkurrojnë për të nxjerrur 2 shkolla fituese. Shumë suksese sot të gjithë garuesve dhe fitoft më mirë, sepse intereson të gjithëve përfaqësimi të Shkodrës në nivel rajonal më pas. Është shumë e rëndësishme të përfaqësohemi dhe të përçojmë atë çka dim me bë në nivel rajonal, dhe të tregojmë vlerat që shkollat e Shkodrës kanë dhe ta tregojmë në nivel rajonal dhe sigurisht me patjetër pastaj të kapim edhe të përfaqësohemi edhe në nivel kombëtar. Në fakt,
kur e lançuat këtë thirrje për pjesëmarrjen në konkursin Gjuha Jon, si u përgjigjen shkollat? Çfarë ndjet ju në mobilizimin e tyre? Spari ka qenë një organizim totalisht, faza e parë totalisht i ZVA-s Shkodër, ku kemi angazhuar të gjithë mësuesit e gjuhës shqipe dhe të letërsisë, shumë të gatshëm të gjithë për të angazhuar dhe për të përfshi, sepse duhet të hartohej një bank pyetjesh, që pastaj do keni hartuar vetë? Po. Gjithë mësuesit e letërsisë dhe të gjuhës shqipe kanë hartuar një bank pyetjesh. Pra nuk vjen nga ministria? Jo. Në nivel lokal, organizimi ka qenë totalisht në dorë të zyrës vendore arsimore. Së bashku me gjithë mësuesit e gjuhës shqipe dhe letërsisë, është hartuar banka e pyetjeve, që pastaj është vënë në dispozicion shkollave për pjesëmarrëse në konkurs. Ka pasur interpretime shumë të mira, ka pasur projekte shumë të mira dhe shumë inovatore, risi. Dhe çka tregon atë që ky brez ka nevojë me patjetër të dalë nga ato konturet e zakonshme të klasës. Që do të thotë struktura e ndërtimit të konkursit ka pas interpretim, ka pas projekt, po ka pas edhe disa gjëra të tjera. Ka pas debat, mendim kritik, sigurisht nërmjet shkollave konkurrente, se duhet të mbrohet ajo që po prezanton. Ka patur edhe debat me Jorin. Dhe kjo unë e kam quajtur si diçka shumë të rëndësishme, sepse brezi i ri nuk ka ndroje, nuk ka frikë, dhe mbron mendimin e tij, edhe përpara atyre që i quajmë mësues, që figura mësuesit shpeshherë është ajo që nganjëherë edhe të bën me ustet me thënë mendimin, sepse mësuesin e konsideron një person që di gjithçka. Dhe fakti që ka pas nxënës të tillë që kanë mbrojt me forcë në thojza mendimin edhe projektin, prezantimin, duke treguar edhe se sa mirë e formojnë atë mendimin kritik që kanë, edhe sa mirë arrin me debatu jo vetëm me nivelin e shokëve, por edhe me nivel më sipër. Do t'isha me kuriozitet të dija ndonjë vështrim rreth projekteve që ata kanë realizuar. Ka projekte shumë të bukura, dhe shumë që brezit ton, mësuesve të tyre, sigurisht nuk do të na kishte vajt mendja fare. Janë gjitha këto burimet e informacionit që edhe mjetet e komunikimit të teknologjisë që sigurisht pasaj kanë sjellë edhe projektet. Në fakt unë nuk do doja shumë ti zbuloja, sepse ne po mendojmë edhe diçka tjetër më vonë. Një projekt që mu më bëri përshtypje ishte një shkollë që s'po jap emrin këtu, ka kriju zakonisht në kompjuter ka një program të veçantë që korrekton të shkruarit sakt të gjuhës angleze ose të një gjuhë tjetër me cilën ti po shkruan tekstin. Nxënësit e shkollës Filan në Shkodër kanë arrit që autokorrekti të jetë në gjuhën shqipe, pra të korrektohet fjala ndërkohë që ti po shkruan tekstin shqip. Tashi, gjithë këto një ndër projektet është ky, po ka të tjera plot. Dhe shumë risi. Tashi nena lind domosdoshmëri që këto projekte të dim t'i promovojmë si duhet, në mënyrë që edhe të vlerësohen, edhe nxënësit të vazhdojnë të motivohen për të arrit prap diçka tjetër, dhe jo vetëm në gjuhë dhe në letërsi, në gjitha fushat e tjera. Në fakt, pjesëmarrja në këtë konkurs ishte klasave të larta të nënvjeçares, apo kishte pjesëmarrje në të gjithë përfshirje edhe në klasat e nënta. Vetëm klasat e nënta janë përfshi. Mund të ketë pasur në ndonjë shkollë, ndonjë nxënës që është përfshi nga klasa 8, por përgjithsisht ka qenë konkurs mes klasave të nënta. Është shumë interesant të motivosh shkollat, mësuesit, nxënësit. Po sa e nevojshme ishte ky konkurs, sepse natyrisht jo rrallë vëmre të folurit jo korrekt, por edhe të shkruarit jo korrekt. Ne i gjejmë në rrjetet sociale dhe reagojmë në një farë mënyrë, ndoshta në mosha më të rritura, por gjithsesi
shkolla 9-vjeçare, shkolla bazë, është burimi, është ajo ku merren njohuritë të cilat nguliten. Pra sa e nevojshme dhe domosdoshme ishte ky motivim për pjesëmarrje. Së pari shumë i domosdoshëm, duke qenë se tashmë nuk komunikojmë vetëm me të shkruar me letra ose me të shkruar me komunikim zanor, ne komunikojmë shumë të gjithë edhe me teknologjinë, me mesazhe, me rrjete sociale. Dhe komunikimi me teknologjinë shpeshherë redukton atë terminologjinë e të shkruarit. Ne përdorim në vend të faleminderit FLM, KLM. Ne po humbim gjuhën shqipe, përtej kësaj shkurtimeve të shumta që përdorim, po përdorim edhe shumë fjalë të huaje që ne i huazojmë dhe na vjen më përmbar, sepse normalisht i dëgjojmë rëndom edhe në media, dhe është shumë e kollaj ta gjejmë përshtatje në gjuhë të huaj sesa në gjuhën shqipe. Prandaj është shumë i domosdoshëm ky konkurs për të theksuar rëndësinë e gjuhës shqipe, terminologjinë e gjuhës shqipe, të gjeturit të dur të fjalës për të komunikuar në gjuhën shqipe, siç duhet në gjuhën shqipe, ashtu sikurse edhe për të shkruar në formë korrekte gjuhën shqipe. Është e rëndësishme që ne ta ruajmë këtë vlerë të rëndësishme kombëtare që kemi, gjuhën shqipe, që është mjeti më i rëndësishëm i komunikimit që ne kemi mes vetes, por ta ruajmë në komunikim, por edhe në të shkruar. Që të mos e humbasim. Me sa di, janë edhe disa shkolla fshati që kanë marrë pjesë. Gjitha shkollat që ZVA-ja Shkodër përfshin, që do thot janë shkollat e qytetit të Shkodrës, po kemi shkolla në njësitë administrative, në gjitha njësitë administrative. Kështu që ka pas shkolla. Kjo nuk do thot që një shkollë qyteti është përfaqësuar më denjësisht, përkundrazi angazhimi, niveli i angazhimit që kanë pas, gjitha shkollat ka qenë shumë breslënës. Niveli i angazhimit që mësuesit, i përkushtimit që mësuesit dhe nxënësit kanë pas për këtë projekt, ka qenë shumë breslënës. Dhe mendoj se ka qenë shumë i domosdoshëm që me u bë një projekt i tillë, sepse edhe ballafaqimi, komunikimi i shkollave. Prej kohësh nuk janë zhvilluar konkurse. Ka shumë kohë. Ne po përpiqemi me përshtat të mësuarin dhe të nxënin me ndryshimet që shoqëria po na imponon, se normalisht kemi ka evoluar shumë shpejt piles. Tashti duke u fokusuar shumë te ndryshimi i teksteve për t'i përshtat në ashtu siç ka gjithë bota, duke u përpjek shumë që të bëjmë investime në teknologji në mënyrë që të lehtësojmë simnxënien, qoftë në teknologji, po qoftë edhe ta përshtasim teknologjinë për simnxënien edhe mësimdhënien e lëndëve të tjera dhe jo vetëm informatikës. Ne kemi harruar që kemi edhe komunikim direkt mes shkollave. Kemi harruar që ka edhe konkurse, që konkurset pastaj nxisin këto nxënës që t'i përdorin të gjithë këto mjete komunikimi, po i quaj mësimdhënien, formatet e reja të mësimdhënies, mësimdhënies, mjetet e teknologjisë, të gjitha këto t'i përdorin në mënyrë që të komunikojnë dhe të debatojnë me njëri tjetrin për çështje të ndryshme, dhe jo vetëm për gjuhën shqipe. Do ndalemi pak më pas, por dua të di Ecurin. Sot është një gjysmëfinale brenda Shkodrës. Pothuajse mbyllja fazës e parë, pothuajse. Sot kemi konkurimin e 5 skuadrave fituese që kanë dalë nga konkurimi i 50 shkollave, dhe nga këto 5 shkolla fituese do dalin 2. Konkurimi i këtyre 2 shkollave do bëhet pastaj ditën e premten. Dhe do dalin një skuadër, që do na përfaqësojë në nivel rajonal. Do të ketë natyrisht trajner të fuqishëm më pas për të hedhur hapin e radhës dhe besoj se po, edhe është një motivim shumë i rëndësishëm që të përfaqësohemi denjësisht, dhe është motivim për të angazhuar edhe mësuesit edhe nxënësit që të përfaqësohemi denjësisht edhe të tregojmë atë çka vërtet çfarë burimesh njerëzore ka Shkodra, burime njerëzore në nxënës, në mësues dhe sa punohet. Në këtë rast tregohet se nëse diçka ngacmon, po e quaj, pra i drejtohesh në një sferë apo në një tjetër, mund të gjesh shumë gatishmëri, shumë motivim dhe shumë frymëzim. Kjo do të thotë që ka plot fusha
ku mund të bëhet një gjë e tillë apo jo. Gjuha dhe letërsia ishte e para. Po. Dhe kjo është një projekt kombëtar. Dhe është projekt kombëtar që inicioi ministria. Dhe ne pam që nxënësit pas kanë nevojë për konkurse të tilla, pas kanë nevojë për të vënë në provë, pas kanë nevojë për të ballafaqur me shkollat e tjera, përballë një jurie me mësues të lëndës specifik. Atëherë, duke pa gjithë këtë angazhim, grind, gjithë këto ide, formim të mendimit kritik dhe një formim të debatit ndërmjet nxënësve dhe mësuesve të jurisë, seriozisht shumë breslënës, atëherë ne vendosëm që në nivel lokal të vazhdojmë realizimin e konkurseve të tjera, dhe jo vetëm për gjuhën shqipe dhe letërsinë, por edhe për lëndë të tjera, biologji, kimi, histori, gjeografi. Dhe e kemi iniciuar, e kemi fillu realisht dje me mësuesit e historisë dhe gjeografisë, të cilët po i grumbullojmë me qëllimin që sigurisht të mbledhim ide, por edhe të vazhdojmë edhe të ecim më tej me nisma të tilla konkurrimi. Në fakt, ju jeni një mësuese në thelb në profesionin tuaj, dhe kur i dëgjon këto nga goja e një mësuese në profesion, vërtet ndjen se këto gjëra i drejtohen thelbit atyre gjërave që kanë të bëjnë me të mësuarit, me të nxënit, me nxënësit, me mësuesit, të cilët janë faktorët kyç në një shkollë, apo jo? Po. Të qenit mësues më ka mësuar që klasën nuk e mbizotron as duke ngrit zërin, as duke tregu autoritet, as duke bë rolin e atij mësuesi që jam unë që po flas dhe asnjë nga ju s'duhet të pipti se lëmë të flas. Kam kuptuar që nxënësit kanë nevojë që të ketë interaktivitet, ndërveprim, përdorin fjalën shqipe, të ketë ndërveprim nxënës mësues, sepse vetëm ndërveprimi i ndihmon që të komunikojnë, të formojnë debat për të mbrojtë bindjen edhe idenë e tyre dhe për të bindë që është e saktë ajo që mbrojnë ose jo, për të formuar mendimin kritik që është shumë i rëndësishëm sepse është domosdoshme që është thelbësore edhe për formimin e shoqërisë. Dhe kjo ka qenë ajo që ndoshta më ka bërë me kuptuar që duhet me dal nga këto konturë. Cilat janë sfidat tuaja dhe ku i mbështesni ato? Tashi sfidat ko mas kohe edhe ndryshojnë. Sepse pozicioni ka edhe detyra administrative, por në këtë lëmë që ne po flasim, ka të bëjë direkt me thelbin e shkollës. Është e rëndësishme ajo që kam kuptuar një gjë gjatë kohës që kam qenë mësuese dhe gjatë kohës që kam qenë drejtuese shkolle, që as mësuesi, as drejtuesi nuk është gjitholog, që vetëm duke komuniku edhe me kolegët dhe duke bashkënda ide dhe mendime se si mund të realizohet një X gjë ose një X gjë tjetër në nivel shkolle, në nivel pak më të zgjeruar, vetëm ashtu arrin me nxjerr më të mirën ati kolektiv, edhe më të mirën edhe të atyre nxënësve që ky kolektiv ka pas për t'i dhënë mësim. Atë që po përpiqem me bë është e njëjta gjë tashmë edhe në këtë pozicionin e ri. Unë realisht jam një mësuese dhe një ish drejtuese shkolle, po që të gjithë mësuesit dhe drejtuesit i kam pas koleg prej shumë vitesh, i njoh prej shumë vitesh, dhe ne shpesh me njëri tjetrin kena bashkënda sukseset e njëri tjetrit duke diskutuar, po kena nda edhe sfidat që kena hasë në përditshmërinë e punës tonë, se jo gjithmonë është e lehtë komunikimi edhe me nxënës edhe me prind, pra është ky trekëndshi mësues nxënës prind nganjëherë është shumë i vështirë për të majtë siç duhet në balancat e duhura. Për shumë arsye.
Koha ka sfidat e saj dhe këtu shkolla është në një rol mjaft të rëndësishëm. Është në një rol shumë thelbësor edhe në një rol kyç. Dhe tek shkolla pastaj përplasen gjithë, edhe nxënësit edhe prindrit, edhe pastaj edhe mësuesit. Ka mendimin se bashkëpunimi me familjen është një marrëdhënie shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme, në fakt ka qenë diku te 2017-18, nuk e mbaj mend, që ne shkollat filluan që me afru prindrit më shumë te ajo vendimarrje që shkollat bënin. Që do thot ne ftuam prindrit për t'i prezantuar në fillim të vitit shkollor një plan vjetor që ne bënim, që realisht prindrit nuk e njohin, sepse është një proces, një praktik pune e shkollës, por që detyrimisht afekton prindrit, sepse në atë plan pune që ne prezantonim kishtim edhe projekte të ndryshme ku do kërkonim përfshirjen e nxënësve dhe të prindërve. Kishim projekte të ndryshme ku kërkonim një aprovim të prindërve për të vazhduar me te. Kështu që prindrit duhet të njiheshin me atë që ndodhte brenda mureve të shkollës. E kemi vazhduar për disa kohë, por tashmë duhet sërish të rikthehemi të njëjtës gjë, pra që të afrojmë përsëri prindrit me shkollën. Realisht janë të afruar sepse kemi këshillat e prindërve që janë të ngritura në klasa në shkolla, kemi bordet që janë të ngritura, por është e rëndësishme që prindrit të afrohen gjithnjë më shumë. Një nisëm e ngjashme, po do vazhdoj tashmë të bëhet edhe me prezantimin e rregullores së maturës shtetërore. Ne po përgatitemi të hyjmë në një fazë që kemi fazë provimesh, fazë përgatitore provimesh për klasat e 5-ta, për klasat e 9-ta dhe për klasat e 12-ta. Është shumë e rëndësishme për klasat e 12-ta që prindrit të njihen me ndryshimet që ka pas rregullorja e maturës shtetërore, sepse është e rëndësishme të njihen edhe me idenë edhe me faktin që nota, nëse kontestohet, mund të ndryshohet, pra reflektohet kontestimi me një ndryshim note, gjë që nuk ka qenë e mëparshme. Dhe ne do e bëjmë, do vazhdojmë pra që në gjitha shkollat të bëhet prezantimi i maturës shtetërore tek prindrit. Jo tek këshilli i prindërve të një klase, por tek këshilli të gjithë prindrit e klasave të përfshira në maturë shtetërore. Në fakt, gjithë këto ecuri, gjithë këto projekte kanë të bëjnë me një marrëdhënie të drejtë për drejtë, dhe nëse marrëdhëniet janë të drejtë për drejta, gjithmonë janë më efikase. Apo ja? Është shumë e rëndësishme komunikimi i drejtë për drejtë edhe direkt mësues prind ose mësues nxënës prind, sepse edhe ballafaqimi, edhe ndoshta interpretimi ndryshe i çështjeve të ndryshme, ndrysh trajtohet nga ballafaqimi direkt edhe ndrysh trajtohet në forma të tjera komunikimi. Projektet që ju keni në të ardhmen, jo shumë të largët, janë shumë interesante. Kanë të bëjnë me gjithë përfshirjen dhe me thelbin e asaj që quhet shkollë, me mësuesin dhe nxënësin, duke i përfshirë në veprimtari interaktive, në rastin ton konkret në konkurse, që gjuha shqipe të vijojë më pas me konkurse të tjera lëndore, gjë që i motivon dhe i frymëzon shumë. Ndërkohë komunikimi me prindin, me familjen është gjithmonë një çelës i shumë marrëdhënieve. Natyrisht këto janë thelbësore. Është shumë ajo që thash edhe vazhdoj ta them, domethënë që ky trekëndshi mësues, nxënës, prind, shkollë, familje, nxënës është shumë i rëndësishëm të mbahet në balancat e duhura. Edhe balancat e duhura mbahen vetëm atëherë kur të tre këto faktor afrohen me njëri tjetrin, kur gjehet forma për të afruar prindin te shkolla, kur gjehet forma që nxënësi t'ia bësh shkollën interesante, që ai në mëngjes të zgjohet me dëshirë për të ardhur në shkollë, edhe të jetë i motivuar për të dhënë më të mirën në atë çka ai e ka tashmë. Në fakt janë shumë sfida. Ka të bëjë me
mjeshtrinë e prindërimit, ka të bëjë me mjeshtrinë të nxënit dhe me mjeshtrinë të mësuarit. Janë sfida shumë që nuk bëhen me një herë, me një ditë, me një muaj, as me një vit. Është një proces i gjatë, por mjafton që të kesh dëshirën dhe projektin për ta realizuar. Nuk janë sfidat pa realizueshme, mjafton të jetë vullneti i mirë, gjithëpërfshirja edhe komunikimi. Vetëm në këtë formë ne do arrijmë që të kemi realizimin siç duhet të këtyre sfidave dhe ballafaqjimin me këto sfida pa ndroje dhe pa frikë. Ne sot u ndalëm në një pikë referimi, siç ishte konkursi Gjuha Jon. Por reflektuam dhe e shtrim këtë problem edhe në më një gjerësi në të gjitha mundësi që t'jep shkolla për të realizuar projekte, konkurse në mënyrë që nxënësit të jenë aktiv dhe frymëzues në gjithë hapat që bëjmë. Më uroj shumë sukses. Faleminderit. Faleminderit. Sepse një mësues i ndjen pulsin e punës së përditshme dhe emocionet që shpërndan tek nxënësi. Kush e di sa emocione kanë ata mësuesit dhe nxënësit që përgatiten të futen në konkurs tashti. Sot ka shumë emocione, ka sfida shumë të forta, edhe konkurime shumë të forta mes skuadrave pjesëmarrëse. Fitoft më i miri. Aty është një peshore farmacie, por le të shpresojmë që përfaqësimi të jetë shumë dinjitos. Sigurisht që më i miri do fitoj dhe përfundimisht secili nga pjesëmarrësit ka qenë shumë i mirë në shumë çka, jo vetëm ju do të stimuloni, besoj se edhe pjesëmarrësit do jepen çmime vlerësuese në nivel lokal për përfshirjen, për interpretimin. Dhe më thënë, janë disa... Për të gjitha kategoritë pjesëmarrjes. Po, në fakt, këtë kemi vendosur që ta lëmë si surprizë në mbyllje të konkurimit, sepse nuk e promovuam që në fillim që nuk do dalë vetëm një skuadër fituese dhe aty do mbyllet konkurimi. Jo, do vazhdojmë më tej duke i vlerësuar secilën nga shkollat pjesëmarrëse për atë çfarë ato kanë prezantuar më së miri në këtë konkurim. Mbajtja në moto është një motor shumë i bukur. Ju uroj gjithmonë sukses dhe mbarësi. Faleminderit. Në të gjithë ecurinë tuaj. Faleminderit që ishe sot në Mirëmëngjes Shkodër. Faleminderit, ishte shumë kënaqësi bashkëbisedimi dhe ndarja e ideve dhe mendimeve mbi çka po përpiqen me realizuar në Shkodër. Ju uroj shumë mbarësi dhe suksese. Shumë faleminderit. Faleminderit. Mirëmëngjes Shkodër. Emision informativ, social, kulturor.